Pas 13 vitesh në Shtetet e Bashkuara, u ktheva në Fier. Aty ku nisi gjithçka. Nuk e njoh më këtë qytet. Sot ai ka shkolla, po s'ka fëmijë. Ka arsim, po s'ka cilësi. Ka spital, po s'ka mjeksi. Ka gjykat, po s'ka drejtësi. S'ka kryetar e as bashki. Ka park qendror, po s'ka rini. Ka komisariat, po s'ka qetësi. Ka tokë pjellore, po s'ka bujqësi. Dhe kjo listë vazhdon pafund. Po unë jam këtu për ta ndryshuar këtë realitet me çdo kusht dhe me çdo kosto. Me punën dhe sakrificën time, ashtu si shumë të rinj të tjerë nga ky qytet, e kemi përfaqësuar dhe ngritur lart emrin e tij kudo në botë. Tashmë ka ardhur koha për nivelin tjetër. Vizioni im për qarkun e Fierit është tashmë i njohur. Unë do të ndërtoj Institutin e Teknologjisë në Fier, sepse fierakët meritojnë arsim të klasit të parë. Nëpërmjet teknologjisë, ne do ta shndrrojmë bujqësinë nga një mënyrë mbijetese në një industri fitimprurse dhe krenari shqiptare. Do të shpëtojmë shtresën navmbajtëse dhe do të ndalim një herë mirë ndotjen e ambientit. Do ta shndrroj vijën tonë bregdetare nga një target i zullumqarëve të krimit në një destinacion investimi për brendet MNZ të turizmit global. Dhe nëse këto nuk bëhen realitet, unë nuk duhet dhe nuk do t'jem përfaqësuesi juaj në parlament. Unë jam Fatjon Semanjaku. Nuk vi të lutem për vota, vi të kërkoj përgjegjësi. Dhe e di që në këtë rrugtim nuk do të më lini vetëm. Më 11 maj do të bëni edhe ju pjesën tuaj.